Falenderoj Allahun e madhëruar i cili më mundsoi të jem sot para jush. Dhe e lut Allahun e madhëruar të më ndihmojë të më japë sukses në këto mësime që inshallah shpresojmë t'i mbajmë para jush. Dhe qëllimi im është që së bashku të mësojmë. Unë jam i pari që mësoj dhe përsëris atë që kam mësuar dhe mësoj gjatë shpjegimit të këtij libri inshallah të mësoj gjëra të reja, sepse çdo herë kur njeriu lexon, kur njeriu mëson, kur vetë ti mëson për dikujt dhe gjithashtu kur ti e mëson dikë, Allahu i madhëruar me mëshirën e tij i hap njeriut horizonte, hapësirë, dije që ai nuk e ka ditur më parë. Pra një kuptim të ri mbi një çështje që ti nuk e dije ose dije pjesërisht, dhe gjithmonë shpresojmë që Allahu i madhëruar të na mësojë një dije të dobishme. Ishte profeti alayhis salam që e lutë Allahun e madhëruar, o Allah, më mëso mua atë që është dobishme dhe mbëj dobi me atë që mësova. Besimtari duhet të di se rruga e dijes është rruga më e mirë. Allahu i madhëruar i thot të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe thuaj, o Zoti im, më jep më shtot dijen. Dhe rruga e dijes është rruga e xhenetit. Rruga e dijes është rruga e cila të ndihmon t'i friksohesh Allahut më shumë dhe më mirë. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Me të vërtet, ata të cilët i friksohen Allahut madhëruar me të vërtet dhe më shumë, janë dietarët, janë poseduesit e dijes. Dhe nuk ka furnizim më të mirë për njeriu në jetën e tij se sa kur ai furnizohet me devotshmërinë, me frikën ndaj Allahut madhëruar. Dhe sa më shumë ta njohë njeriu Zotin e tij, krijuesin e tij, fenë e tij, librin e tij, të dërguarin e tij, aq më shumë ai arrin devotshmërinë, plotson devotshmërinë, plotson frikë respektin ndaj Allahut madhëruar. Dhe kush u friksua takimit, pozitës së Zotit të tij, dhe ndaloi veten nga pasimi i epshit, vendi i tij është xhenet. Dhe kush u friksua maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Besimtari përpiqet që zemrën e tij ta mbushi me devotshmëri, në mënyrë që ai t'i përballojë sprovat e kësaj jete më lehtë. Jemi krijuar për të sprovuar, për të dalur në pa materiali ynë, për të dukur se sa të sinqert jemi, sa të devotshëm jemi. Dhe dija e dobishme, dija hyjnore e zbritur nga Allahu i madhëruar është ajo dije e cila e ndihmon njeriu t'i përballojë sprovat e kësaj dynjaje. Do pyetet njeriu ditën e gjykimit me disa pyetje. Si e shfrytëzove jetën tënde? Si e kalove rinin tënde? Dhe nuk ka shfrytëzim të jetës, ose kalim të jetës, ose kalim të rinisë tënde më të mirë se sa në adhurimin e Allahut madhëruar. Dhe nuk ka adhurim më të mirë se sa kërkimi i dijes dhe zbatimi i saj. Dhe këto tubime, këto mezhlise janë quajtur në hadithin profetik, si janë quajtur? Kopshtet e xhenetit. Kur të kaloni në kopshtet e xhenetit, uluni në të. Dhe besimtari duhet të llogarisi çdo minutë që ai kalon në kërkimin e dijes, ta llogarisi shpërblimin që ka tek Allahu i madhëruar. Kush dëshiron dhe kush pason dhe ndjek rrugën e dijes, Allahu i madhëruar do të lehtësojë atij rrugën për ku? Për në xhenet.
Prandaj të nderuar vëllezër, ju këshilloj nga zemra që mësimet që ka hoxha juaj nderuar, ndiqini, përfitoni për veten e juaj. Sepse kemi shumë nevojë të dëgjojmë fjalën e Allahut Azza wa Jall, të dëgjojmë fjalën e të dërguarit të tij Muhammed alayhis salam. Unë kam zgjedhur për ju një libër nga librat më të rëndësishëm dhe më të thjeshtë të akidës. Një libër i cili është quajtur Tre Parimet. Dhe ju e dini shumë mirë që autori i librit është Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, i cili ka lindur në vitin 1115 Hijri, sipas hijretit. Këto mësime unë fillova të shpjegoj në një xhami tjetër në Tiranë, po që nasibi, shefati im dhe juaj, inshallah qoftë i mirë, që të kaloj tek xhamia juaj dhe ta shpjegoj këtë libër. Kam folur për biografinë e autorit, është një biografi shumë e bukur. Kam folur gjithashtu, pra biografia e autorit më ka marrë 3 mësime. Dhe njohja e shkurtër rreth librit më ka marrë 2 mësime, ky është mësimi i tretë. Mendoj, pra atë 2 a 3. Ky është i treti, ai i katërti, për njohjen rreth librit. Rreth çfarë po mban ky libër. Kaq i shkurtër dhe me kaq dobi shumë të madhe. Titulli i librit është Tre Parimet. Tema e tij është një temë shumë e rëndësishme. Flet për një gjë që është, pra për një çështje që nuk ka më të rëndësishme se ato. Tre Parimet, autori i ka quajtur të libër Tre Parimet duke përfituar këtë titull nga hadithi i cili tregon se me cilat pyetje do pyetet njeriu në varrin e tij. Janë 3 pyetje kryesore. Cili është Zoti yt? Cila është feja jote dhe cili është i dërguari i cili ka ardhur tek ju? Atë moment nuk ka kohë për të përgatitur për të përgjigjur. Përgatitja është tani, në këtë ditë. Ne përgatitemi për atë pyetje, për atë provim. Do pyetemi apo jo? Është pyetja. Do pyetemi. Do përgjigjemi? Do përgjigjemi. Po, a e kemi të sigurt cila është përgjigja? A ka dikush të sigurt si të përgjigjet atë ditë, atë moment, kur t'jetë varri e tij? Ka siguri? Jo. Në këto ditë që ne jetojmë mbi tokë, do përpiqemi të mësojmë, të kuptojmë fenë që Allahu zbriti, të zbatojmë me sinqeritet atë që Allahu kërkoi për nesh, dhe të shpresojmë pastaj që Allahu na japi sukses t'i përgjigjemi pyetjeve të varrit. Ky libër është nga librat që shpjegohet më tepër sot në botën islame, sidomos në vendin ku hoxha juaj i nderuar dhe unë kam mësuar. Nuk ka, mund të themi në vit, mund shpjegohet në ato xhamin që ne kemi afër, në radh parë në xhamin kryesore, xhamin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe xhamit që kemi afër universitetit, mund të themi çdo vit nga 5-6 herë, nga dietar të ndryshëm. Dhe bëhet pyetja, a mjafton ta lexosh 1 herë, 2 herë, 3 herë? Jo. Lexoje sa të kesh jetë, përsërit. Kemi nevojë që të mësime, sidomos njohjen e Allahut madhëruar, njohjen e fesë së tij dhe njohjen e të dërguarit të tij, kemi nevojë t'i përsërisim çdo herë. Ashtu që Allahu i madhëruar ka bërë detyrë që në një lloj forme ne surën Fatiha ta përsërisim çdo namaz, apo jo? Dhe askush prej nesh nuk thotë që gjatë leximit të Fatihas unë u venita, si thosh, nuk e, po gjithmonë na duket e re.
në çdo namaz. Ka nevojë njeriu të përkujtohet. Thirrja në njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Thirrja ose njohja e fesë së tij, e cila e tëra bazohet mbi këtë bazë, mbi tauhidin uluhie, mbi njëshmërinë e Allahut në adhurim. Çdo adhurim, çdo punë e mirë është ligjësuar për të plotësuar, realizuar njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Të dërguarit për çfarë janë dërguar? Për të paralajmëruar dhe për të qartësuar dhe për t'i njohur njerëzit me rëndësinë që ka tauhidi Allahut Azza wa Jall, njëshmëria e Allahut në adhurim. Duke përgëzuar besimtarët, njësuesit dhe duke kërcënuar dhe paralajmëruar ata që mohojnë dhe adhurojnë bashkë me Allahun dikë tjetër. Xheneti dhe xhehenemi janë krijuar për çfarë? Për këtë qëllim. Prandaj rëndësia është shumë e madhe. Të flasësh për këtë temë është shumë e rëndësishme. Të mësosh, të ulesh dhe të mësosh dhe hoxha dhe mësuesi po shpjegon këtë temë është shumë e rëndësishme. Nuk besoj të ketë një çështje më të rëndësishme se sa njohja e kujt? E tauhidit, njohja e krijuesit në rububien e tij, në veprat e tij, njohja e Allahut madhëruar, pra njohja e të drejtës së Allahut Azza wa Jall që ka, se atij takon adhurimi vetëm dhe askuj tjetër, dhe të njohësh të kundërtat e saj, të njohësh ato punë të mira që Allahu t'i ka bërë detyrë për të realizuar dhe plotësuar tauhidin e tij, të njihesh me ato ndalesa që Allahu i madhëruar i ka caktuar në mënyrë që të largohesh prej tyre, largohesh prej të kundërtave që ka tauhidi Allahut Azza wa Jall, që është mohimi dhe dekët e saj, të njihesh me thirrjen e profetëve, që ishte një thirrje që ishte e njëjtë, tërë profetët kanë thirrur nga Nuh alayhis salam deri tek Muhamedi alayhis salam, tek dërguari i fundit, ke vura të profetëve kanë thirrur në një thirrje të vetëm. Dhe kemi dërguar në çdo popull të dërguar që t'i thërriste popujt e tyre, adhuroni Allahun të vetëm. Dhe mos i bëni atij të barabartë. Edhe pse ligjet, normat ndryshonin sipas kohës, dobive, interesave të çdo populli. Islami, tauhidi, feja ishte një. Autori ka jetuar në një kohë ku në atë kohë, në atë vend, në Nejd, në zonën e Nejdit në Arabisë Saudite, ishte përhapur shumë bysytnit dhe idhujtaria tek muslimanët. Shirku që është tauhid, dhe tauhidi që është humbje, e pa vërtet, ose e keq. Suneti që është bidat dhe bidati sunet. Ata dietarë të mirë që ishin të pakët, kishin frikë të dilnin kundra rrymës, sepse dietarët në thonjës atë shumët, ftonin o me dije, o pa vetdije, ata që ftonin dhe dinin që kishte gabim për interesat e tyre personale, donin të ruanin pozitën e tyre në shoqëri, dhe kjo shoqëri ishte e tillë e cila këto vepra të kundërta prej humbjeve dhe devijimeve i kundërt të vërteta dhe të mira, nuk e sqaronin të vërtetën. Dhe shehu Muhammed ibn al-Wahhabi, jo që ai shquhet për ndonjë dije të madhe, si nga dietarët, pra në lidhje me dijen, me memorizimin e dijes. Po Allahu i madhëruar i dha bereqet në personalitetin e tij, në guximin që kishte për të thënë të vërtetën me urtësi.
Dhe ky sinqeritet që kishte në zemrën e tij, dhe kështu ne llogarisim tek Allahu Azza wa Jall dhe nuk pastrojmë askënd tek Allahu i Madhëruar, i dha bereqet dijes së tij dhe pas. Dhe që shkak që ai shoqëri ndryshoi, më themi, në 180 gradë ose 100% për mirë. Dhe Allahu i dha bereqet, sepse fëmijët e tij, nipujt e tij dhe nxënësit e tij vazhduan da'wën e tij dhe më pas. Unë dhe vazhdoj mësimin, dhe ka ngelur edhe 15 minuta për mësimin e sotëm, dhe vazhdoj në atë që ku kam lënë në mësimin e kaluar në lidhje me njohjen e librit. Autori ka disa kopje të librit. Ka 4 kopje prafërsisht, dhe këto kopje janë të përafërta me njëra tjetrën. Thelbi është i njëjtë, tematika e librit është e njëjtë, 3 parimet. Miratimi i tauhidit uluhie, miratimi i shoqërisë së Allahut në adhurim dhe njohja e çështjeve më të rëndësishme të fesë. Ky është thelbi i këtij libri. Libri ka një muqaddime, ka një hyrje, që në është 4 pika, është dija, puna me të, thirrja me dijen dhe durimi në të treja. Pastaj vjen dhe shpjegon, sqaron më pas tekstin e librit. Pastaj ka dhe përfundimin. Kjo është shkurtimisht ky libër, ky tekst. Autori, pra në gjitha tekstet është përmendur, nga gjëra që janë të ngjashme me kopjet me njëra tjetrën, kanë përmendur të gjithë se kush është i dërguar i parë dhe cila ishte thirrja e tij me popullin e tij. Kanë përmendur të gjithë se cili ishte vula e profetëve. Kanë përmendur të gjithë se gjykim ka i cili mohon ringjalljen. Dhe thuash, pse përmendi autori këtë pikë? A ka pasur dhe atëherë të tillë që mohon ringjalljen? Po. Në atë grad kishte shkuar ignoranca e njerëzve, e muslimanëve. Përveç kopjes së dytë nuk e përmend këtë pjesë, këtë pikë, pra mohimin e ringjalljes. Pra, të gjitha kopjet janë të ngjashme me njëra tjetrën. Përveç ndryshime që një kopje ka përmendur një çështje në fillim, kurse kopja tjetër ka përmendur mes ose në fund. Por janë të përafërta në lidhje me thelbin dhe qëllimin dhe tematikën e librit. Gjithashtu nga gjë që duhet dim është se autori librin që ka shkruar e ka shkruar për njerëz të zakonshëm, për masën e gjerë, dhe jo për nxënësit e dijes. Dhe ky libër, pra këto kopje, ndryshojnë nga njëra tjetra për të shkak. Nuk ishte përmbajtur një metodologji shkencore akademike, për shembull si është shkencat e hadithit ose usulifikut, që i drejtohet kujt? Dietarëve dhe nxënësve të dijes. Ai ka përdorur në këtë libër edhe gjuhë popullore. Esh hadha. Esh ma'na hadha. Pra është një shprehje që është popullore. I është drejtuar popullit sipas pra kapacitetit të kuptimit që kishte ky popull në atë kohë dhe kulturës që kishte ai popull. Dhe kjo është një shembull për ne, një këshill për hoxhallarët dhe për të gjithë ne, që gjithë jemi thirrsa deri diku, me aq sa dim, që t'i flasim të tjerë me aq sa kuptojnë. Dhe masa e gjëra atëherë ishte një masë që nuk ishte pra e arsimuar. Dhe ai do mundohesh tani që këto çështje shumë elementare dhe të rëndësishme t'u flisë në një gjuhë shumë të lehtë dhe të thjeshtë të kuptueshme. Dhe prandaj autori nuk u përmbajt në metodologji si thosh fikse dhe metodologji shkencore në lidhje me çfarë? Me rënditjen e temave në këtë libër. Ju përmbajt thelbit dhe tematikës, por se kishte çështje që ai i paraprirte ato, pra i përmendë më parë se tjetra në një kopje tjetër,
ose i vitë më vonë, i rëndiste më vonë, si çështje. Gjëja që gjithashtu sfikatet ky libër është, dhe ai dëshiron t'i edukojë muslimanët me këtë edukim shumë të rëndësishëm. Autori në çdo çështje, pra për çdo çështje, kur dëshiron ta njohë lexuesin me atë çështje, ai do ta edukojë se ajo çështje që ta njohësh ti dhe ta besosh kërkon argument. Autori thotë, kjo çështje është kështu, wa dalil qauluhu ta'ala. Kjo çështje është kështu, dhe argument për të është fjala e Allahut më dhëruar. Kjo çështje është kështu, dhe argument për të është hadithi, fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka në akide imitim. Kjo është më e saktë. Në besimin tim, unë duhet përpiqem sa të kem mundësi të njoh çështjet e akides, besimit me argument. Vetëm në rasti ku nuk kam perceptimin e dur, nuk i kuptoj dot, atëherë do ma sqaroj hoxha në mënyrë më të lehtë dhe i çështjet e besimit dhe unë do besoj duke besuar, pra duke menduar mirë për hoxhën se është një hoxh besnik në dijen e tij. Por se për atë që ka mundësinë, nuk lejohet imitimi në fe. Sidomos në çështjen e akides, pra nuk lejohet imitimi në çështjet e besimit. Pra duhet besimtari të përpiqet ta njohë çështjet e besimit, bazat e besimit me argumente. Sepse njohja e besimit në rrëmit fanatizmit dhe imitimit çon në probleme më të mëdha më pas. Dhe autori ka përmendur në këtë libër të shkurtër sa argumente thoni? 10, 20, 30, 40, 50, 60 tekste hyjnore nga Kurani dhe Suneti. Dhe vetëm 6 fjalë të dietarëve. Një të sahabi dhe 5 të dietarëve të mëvonshëm. Sahabi i vetë që ka përmendur është Abdullah ibn Abbasi. Në tefsirin e ajetit kuranor, illa liya'budun. Vetëm për të më adhuruar mua të vetëm. Ka përmendur fjalën e Buhariut, Ibn Qayyimit, Baghawiut, Qurtubiut, Shafiut, Ibn Kathirit. Dhe akuzojnë shekun se ai është një person i cili po vjen me një akide të re, me një besim të ri, janë të rrëzuara. Cili është argumenti? Sepse ai s'thot gjë ke libri vet. Thot Allahu, thot dërguar. Ai është ripërtëritës i asaj që ka thënë, pra, kanë besuar sahabët. Kanë thirrur pejgamberët, ka thirrur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thjesht ai erdhi si ripërtëritës të asaj që është thënë më parë. Në kohën e parë, në kohën e sahabëve. Dhe libri i tij dëshmon vetë. Dhe sa është shkipur për të, e ka përmendur në mësimet që unë kam pra në fillim ku kam folur për biografinë e tij. E kam hequr një mësim ose kam caktuar një mësim ka stile trillimet që janë bërë personalitetit të shehut. Dhe rrëzimet e këtyre trillimeve. Dhe kam ke kanali im YouTube-it të mësimit. Dhe është e pavërtetë që shehu erdhi me çfarë të re. Gjithashtu, nga shkrimet që është thënë, është se ai me këto librat, me shumicën e librave të tij, ka sjellur vetëm fjalë Ibn Taymiyes dhe Ibn Qayyimit. Thjesht i ka artikuluar nga fjala e tij, nga mendja e tij, me fjalët e tij. Dhe kjo është gabim. Vetë në këtë libër, ai ka sjellur vetëm një tekst të fjalës së Ibn Qayyimit, te tefsiri i fjalës tagut. Tagut është taguti dhe ka thënë Ibn Qayyim këtë. Ka thënë, pra, Qurtubiu, ku më thëbesh Sheikh Eduard? Shafi, Baghawiu, Maliki, ndoshta nuk e kujtoj mirë. Shafiu vet, pra të mëthebe ndryshme ka sjellur dietar. Buhariu është muhaddith. Pra ka sjellur nga dietar të ndryshëm për të luftuar fanatizmin e mëthebeve. Dhe vetëm 6 tekste të dietarëve, jo më tepër.
Dhe vetëm një tekst e Ibn Qayyimit, sepse është akuzuar, kanë thënë që Ibn Taymija dhe Ibn Qayyimi janë dietarët e tij. Është vërtet që është ndikuar në librat e kujt Ibn Taymijës Ibn Qayyimit. Po jo se ai ka sjellur fjalët e tij, fjalët e tyre dyve tekstualisht në shkrimet e tij. Ai ka përfituar nga Ibn Taymija dhe Ibn Qayyimi, dhe kjo përmendet në biografinë e tij, që kur ishte i ri në moshë. Por se në librat e tij, për t'u përmbajtur kujt, edhe pse kanë qenë nga dietarët më të preferuar të atij, për t'u përmbajtur kujt edukimit të masës, që mos bëhen fanatik ndaj askujt, ai ka përmendur dietarë të ndryshëm të mëtheve të ndryshëm. Edhe është akuzuar gjithashtu ke libra të ndryshëm, dhe ky libër, se ndarja e tauhidit në 3 pjesë, dhe për të ardhur keq ku ngjon sot, nxënës dije që e mohojnë këtë pjesë. Thotë tauhidi nuk është 3 pjesë. Nuk është tauhidi uluhia, esma wa sifat dhe rububia. Dhe thotë shpike Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyimit dhe Muhammed ibn Wahhabit. Dhe kjo është e pavërtetë. Ibn Battah, Ibn Manda, që kanë jetuar në shekullin e 4 të Hijrit, para Muhammed ibn Wahhabit, e ka përmendur të ndarje. Ndarje përfituar nga argumentet. Dhe para këtyre, në shekullin e 2, sahib Ebi Hanife, Ebu Jusuf, e ka përmendur gjithashtu të ndarje. Dhe kjo nuk është shpikja e Ibn Taymijës, as Ibn Qayyimit dhe as Muhammed ibn Wahhabit, por se është ndarje e cila përfitohet nga argumentet, nga Kurani, nga Suneti. Pra ndarja e tauhidit, që ka ndarë dhe shehu vetë, Muhammed ibn Wahhabi, e ka ndarë tauhidin në 3 pjesë. Për ta sqaruar më lehtë, është për efekt të kujt. Më lehtë për të sqaruar si çështje, jo se ka ardhur çka të re. Koha ime mbaroi për sot. Inshallah pjesën tjetër, besoj se kjo mësimi sot do nda 2 pjesë. Do ndahen dhe në mësim tjetër inshallah muajin që vjen. E lutem Allahun e madhëruar që mos nxitohemi, se s'kam dëshirë të nxitohem, në gjëra të rëndësishme. E lutem Allahun Azza wa Jall, sepse na mori koha e hyrja pak parë për në dijes, të na japi dobimin to që në folëm dhe qofshin këto argument për mua dhe jo kundra meje, dhe për ju dhe kundra jush. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëton ju.